Në radhë të parë duheni veten tuaj, të parën. E para është dashuria që ke për veten. Në momentin që unë e dua shumë veten, ai që kam përballë nuk më ndryshon dot. Për me kaluat presionin që të lojës të sene dhe mu kujtun fjalë që tha kjo? Me më pasar marrë shumë sene si kish, do me thonë... Si kish pa publiku? Si kish pa publiku. E shquaj vetën si eksperte të nuseve. Se ka pas rast se kur kom lexu diçka për vete, si kur me lexu për dikën që as nuk e njoh. Kur nuk kam pas dëshirë që të kenë fëmijë. Që për ata që thonë që parja nuk të bën të lumtur, mendoj që nuk e kanë përjetu varfërinë. Që kjo më ka dëmtu, kur ju mënu mas një mu përshtot me i bu ma thjeshta. Dhe njerëz pastaj fillojnë me të pa ndryshe në momente të caktume. Shpresa gashi flet për divorcin, flet për akcidentin. Ato plagë se sfashiten në për vite që rëdhiten. Babi im ka qef me vallëzu shumë, kështu që edhe ne, motrat, edhe vllau, kështu i kemi përngjoha ma shumë ati, se sa mamit që se donë shumë vallëzimi. Vdekja nënës është moment i rëndë, shpend. Është rilindje për seselin djallën. Ti mundesh me dasht me pas fëmijë, po ka shumë faktorë tjerë që duhesh me pyet veten para se mu bo fëmijë. Edhe lot nuk kam qitë. Sot realisht vuan për dashuri, atë emocionin e vërtet. Po dhe para se me fillu, gjithmonë e kam ditë që më me bo shumë shpejt bëm. Të më japin diçka për ai sa jap. Nuk kom pas shumë vështërsi. Një një krejt, ftyrat publike ke këngëtarët. Nuk është i mirë më shumë me kush me kon, cili është i ndomë me cilin grupë. Unë nuk jam bu nanë e re, unë jam bu nanë moshën pak para se mi bu 32 vjetë. Se thash ti më pyet, unë jam njeri, s'moj me u bë 10 ftyrsh. Sidomos në kohët e sotit është shumë konsumuse me qenë njeri mirë. Është konsumuse, është e ladhshme. Mos u mërzet kur të mashtrojmë. Se ti si e prish. Ai që të ka mashtru është i prisht. Kajherë e kam të vruan, me naj potera, diqka, po ma kanë falë. Unë e besoj në Zot, jam falëndërues ndaj Zotit, edhe e di që është veç një Zot. Më ka plotësuar, ka përmbush, domethënë ka qenë një lumturi, të cilën nuk e kam marr. Ndoshta veç ajo friga për me hum diken që e donë. Deri momentin e fundit gjithçka të bëj për babin tim, po kur e hub, ty duket se asgjë s'ke bë për atë, mundohesh të bësh sa më shumë. Unë s'kom desh me bo drama për lidhje, se kom marrë mësim edhe prej artistave tjerë. Se besoj në Zot. Diçka ka aty se kur të bënë mirë të kthehen të mirat. Njerëzit gjithmonë let nisen prej vetit dhe gjithmonë kanë me pas në rregull. Po tash po vjen keq se unë pak jam në direkt edhe për që jem live. Tekstet që i kam në shta, e gjejnë vetën shumë njerëz edhe prejkën, tash jam e bone. O koni një femër shumë e zoja, edhe o koni një nënë shumë e mirë. është shumë e çuditshme qysh kena aftësi dhe qysh përzihun punë tjetër, kështu pa pik marrë, pa pik. Kujtuan se më varrosën, po harruan që isha farë.